Dje kam parë gjitha ndeshët, përveç Shkodrës. Më ka ra puna që t'i kap të katër. Tifozët me të drejtën për fat keq, kanë ra ke Tirana shumë. Tirana ka tifozërin më të madhe në Shqipëri. Kjo është e saktë. Ke Partizani ka pas një rënje, Elbasani i ka stapet, ato që i ka javën e parë, i ka dhe javën fundit, Rogozhina i ka stapet, ka pas një ngritje, sidomos në periudhën e kupave të Europës, pati goxha, vajtje deri 3.500 Rogozhina. Vlora ka një super tifozëri. Një super tifozëri që është ngritur goxha. Kanë bërë ca politika të klubeve ato të brendshme me marketingun i di vetë klubi se çfarë ka bërë. Durrësi ka goxha ngritje në tifozëri, edhe ato kanë bërë një marketing fuqishëm me punët e veta, me në bluse, me kështu gjërash. Dhe theme gjitha është marketingu është ratë para, që ka klube që nuk kanë bashkëpunim fare me tifozë. Ku them fare. Nuk e din as ç'bën tifozët as gjë. Qartë. Por ashtu si që ka dhe në tifozëri tek tuk që duan t'i prishin klubit punë në herë. Ka dhe kështu? Ka ndodhur, ka ndodhur e punë, pa përmendur në emra, ka ndodhur. Dhe ura bashkëpunimit është, unë jam i brendshëm në gjitha këto organizime, dhe ura bashkëpunimit klub tifozëri është shumë e rëndësishme. Ka për fat keq në disa klube nuk funksionon. Nuk funksionon fare. Tani unë nuk hyj të them atë ka ra nivelli futbollit, është ngrit nivelli futbollit. Jo, prandaj ju bëj pyetje specifikisht për atë. Unë them që tifozërit aty janë, përjashtuar këto dy klube që thash që kanë pas. E mbështet plotësisht zotin Naim për këtë që tha.